Po sot është 4 maj, dita e ndërkombëtare e zjarfikës dhe shpëtimit. Kjo datë është ose shënohet si datë ose si ditë për shkak se me 4 maj 1998 5 zjarfikëse humbin jetën tragjikisht në një qytet lindton të Australisë dhe prej atëherë manifestohet ose shënohet si ditë ndërkombëtare e zjarfikës. 4 maj, zjarfikët e Kosovës i gjenë, thamë kështu, në një mënyrë të pa organizuar mirë, të pa definuar, me një mori problemesh, ose thamë kështu, situatë me kërkesat e pa plotësuara ose pa kushte për punë dhe me pajisje të mangëta, me staf të mangëta dhe shumë probleme tjera. Kërkesat janë të kahmëçme. Kjo gjendje është akumulu me vitet e tëra, tash nuk është gjendja e tanishme kështu në këtë formë, mirë po ne do t'i listoj kështu kërkesat me dekada thëmë, jemi pa status të definuar, edhe pse ligji ka kalu për zjarfikën e shpëtimit, është në kuvend, nuk është hyrë në fuqi, jemi as shërbjys civil, as punonjës publik. Aktemërimet i kemi me shërbimin civil, ashtu trajtohemi me kondita shërbysit civil, edhe këtu i kemi, është ai problemi i cili është kriju nga dualizmi i pushtetit lokal dhe nivelli qendror. Pagat i marrëm në komunë, e jemi staf i Ministrisë Punëve të Brendshme, gjithsesi Agencioni për Menaxhim të Emergjenca. Thash të filloj kështu prej problemi kryesor është që zjarfikësat janë të pak në numër, nuk i plotësojnë kriteret sipas ligjit zjarfikë shpëtim që është në 1500 banor një zjarfikës, mosha mesatare shtyr, prag të vitet 50, pa sigurime shëndetësore, pa sigurime invalidore, me një koeficient më të ultin në raport me shërbime tjera emergjente, ose thamë këtu të uniformuara, pa rrezikshmërinë punë, edhe shërbimi zjarfikës është me specifikat veçanta nga të gjitha kategoritë tjera, mirë po me ligjin e ri të paga është eliminuar edhe çështja edhe rrezikshmëria në punë, kështu që problemet janë grumbullu, gjendja është e njëjtë dhe me të drejtë ne shtrojmë pyetjen deri kur kjo gjendje do të vazhdojë kështu. Nuk është se nuk e njohim problematikën e zjarfikës së shpëtimit, qëllimi jonë ka qenë që ti bindum institucionin. Ne kam pyetur shumë a do të protestoni, nuk është vendi i zjarfikës së shpëtimtarë në protestë. Ne jemi mundu të bindim institucionet që kjo gjendje duhet gjithsesi të ndryshojë. Misioni i zjarfikës është shpëtimi i jetës njerëzve dhe të mira materiale këtij vendi, kësaj shoqërie, andaj kështu në këtë formë si që të organizuam, nuk restituojnë as themelimin që janë themelu. Domthonjë kjo gjendje urgjentisht duhet të ndryshoj. Unë e kuptoj edhe zjarfikësat janë të gatshëm që për shkaqet humanitetit, shërbimit human, të rrezikojnë edhe shëndetin, edhe jetën për shpëtuar qytetarët edhe të gjithë ata që kërkojnë ndihmë. Por ne nuk mund të kuptojmë neglizhencën e institucioneve të cilat karshi shërbimin zjarfikësave janë kaq indiferent, edhe pse jam i bindur se gjitha institucionet dhe nivelli lokal dhe nivelli qendror e dinë se gjendja në këtë shërbim nuk është e mirë. Duhet urgjent që të intervenohet. Prandaj kemi kërkuar në vazhdimsi që të harmonizohen qendrimet mes pushtetit lokal dhe nivellit qendror, që të bëjnë një marrëveshje që derisa të rregullohet çështja të bëhet ligjie. Është problematike mjaft edhe çështja e buxhetit të zjarfikës, sepse thash edhe më herët, tash edhe të rekrutimi, edhe të gjitha drejtat që i kemi artikulu si nivelli qendror, si nivellit lokal, secila ajo fajin njëra tjetrës, është përgjegjës komuna ose anas tjetrës ose përgjegjës ministria. Çështja tash kemi pas fundit, e kemi pas se janë pranu 50 punëtor të ri, ato komunat të cilat kanë pas buxhet, i kanë rekrutuar zjarfikës të ri. Ato komunat të cilat nuk kanë buxhet, edhe të cilat me dëshmëri e kanë që duhet rritet numri, sepse kemi komunë me 4 zjarfikësa edhe më pak, për shembull, në Ndrem, që është një forcë shumë, thamë dot për shpëtim, ato nuk mund të
sepse nuk kam buxhet, nuk mund të rekrutojnë punëtorë të ri. Atëherë shtohet pyetja, a jemi punëtorë të komunës, a jemi punëtorë të ministrisë? Duhet definuar kjo qartë. Kush është përgjegjës për siguru kushtet e pajisje për punë, kush është përgjegjës për të kujdesur për shëndetin dhe sigurinë punë, sepse ne kemi pas vdekje në vendin e punës, mandej kemi me rastje me sëmundje kështu kronike për shkak të specifika veçanta, si thash, stresi dhe temperaturat larta edhe angazhimi shtesë, sepse nuk është normale një zjarrfik të ekspozohet për shembull në intervenime me orë të tëra pa pushim. Për shkak të mungesës se nuk ka kush as ta mbrojë në vendin e punës. Këtë ditë është sistem ditë e shënuar për ditë ndërkombëtare për zjarrfik. Tani nuk është organizuar në ndonjë manifestim që është dashur që institucionet të bëjnë një organizim që të shpërblejnë edhe njerëz që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm këto vitet e fundit që kemi, e dini që është një situatë mjaft kështu e përkeqësuar në aspektin e rastit shumë të zjarrit që po kemi, mirë po sot kjo ka lënë heshtje. Po shpresojmë përveç Mitrovicës që kanë organizuar një ushtrim, nuk e di që dikon në Kosovë, sindikata ne nuk jemi thirrur të organizohemi, ne veç bëjmë një pasqyrim gjendjes, edhe shpreh këtë rastin që gjithë zjarrfikësve të Kosovës edhe kolegëve kudo që janë të urojmë ditën ndërkombëtare të zjarrfikësve të shpëtimit, i përgëzojmë për angazhimin maksimal pa hezitu, pa kursy asgjë nga vetja, e me shpresë se institucionet me në fund do të na kuptojnë neve drejt, edhe do ta kuptojnë që ky shërbim urgjentisht duhet të ndryshojë në aspektin pozitiv, sepse kështu është vështirë që të kryet misioni ashtu siç janë të thirrur, që në momentin që një qytetar të ka nevojë ose ju ka paraqitur rasti për shërbimin e zjarrfikësave, që këta në kohë rekord të bëjnë reagimin, që është e pamundshme në shumica e komunave në Kosovë nuk mund të kryejnë dy intervenime në interval të njëjtë. Domethënë se dy raste ndodhin në interval të njëjtë është problem për me mbulu. Kështu që edhe ne po them, shpresojmë, nuk do t'i humbim shpresat. Ne tash e kemi gjendje që ju kemi drejtuar gjitha qeverive, nuk përgjigjja atyre nuk është e kënaqshme dhe unë mendoj se duhet gjithsesi zjarrfikësat të trajtohen si herojnë, ashtu siç trajtojnë në çdo vend të zhvilluar në Evropë.